Përshëndetje miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj ende të datës 9 korrik 2026, ora 7 fiks, nisim emisionin ora juaj dhe për sot, si zakonisht do të qëndrojmë në 2 orë të para të këtij mëngjesi. Si për nga Honda në të premte për orës 7 deri në orën 9 edhe sot, por në këto minuta të para, në 15 minuta të para, jo më shumë, do t'ju përcjellim lajme dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit për të rikthyer pas pak dhe flasim drejt për drejt me ju të rreth orës 7:15 minuta. Me zhvillimet nga vendi në oranews.tv, marshimi i ditës së 39 protestuesit pushtojnë rrugët e Tiranës dhe vijojnë thirrjet për ndryshim. Sheshi Skënderbej po mbushet sërish me protestues për tubimin e radhës, zjarri përfshin zonën e Ulzës, era dhe temperatura e lartë favorizojnë përhapjen e flakëve. Arrestimet dhe pretendimet për dhunë. Lumçi ka pasur raste kur policia ka përdorur forcë jo proporcionale ndaj protestuesve. Rrëzohet në mal me bakti 69 vjeçari nga Shalsi, dërgohet me helikopter të trauma. Aeroporti Vlorës Pacolli reagon pas vendimit të gjykatës së lartë, besimin te drejtësia nuk është lëkundur. Damiano Toshi shpëton nga burgimi i përjetshëm. Jasa Viteburg caktoi gjykata e Elbasanit për vrasjen e 2 basketbollistëve. Lokali kthyer në pikë bastesh dhe drogë në Tiranë, arrestohet pronari dhe një 33 vjeçar i kapur në flagrancë. Njihuni parashikimin e motit për ditën e sotme. Dita e parë e shkollës, publikohet kalendari ja kur do të fillojë viti i ri shkollor 2026-2027. Naftë dhe vajra ndotet vija bregdetare në kepin e Rodonit. Skema dhemrat, bisedat e financierës. Aida Vogli çuan kontrollin e 5 call centerave të Gjoni Hitaj, Igli Margjini, Algers Mahilaj, kur do të kërkojnë ndjes mediat e velijet për mashtrimet. Strasburgu nxin gjykatën kushtetuese të paaft dhe injorues. Te kardiologjia ka rënë lufta, muret e dhomave të çara dhe gërvishtura. Aplikimi për në universitete në 3 raunde, procesin nis në 27 korrik. Ngjarja e Fierit, institucionet, apel medjeve dhe qytetarëve, mos shpërndani pamjet e të miturës. Përfshin nga flakët, kioska e veglave të punës. Gjirokastër nuk raportohet për lënduar, nga çfarë u shkaktua zjarri. Shoqata kombëtare e gjyqtarëve, Astrid Kalaja dhe shpatet dëshmorja e Deut. Nibi plagoz Axhan në Kamës, arrestohet 16 vjeçari. Shpërthim me drejtori në Kruj, detajet e para. Dosja zbulohen 5 emra të tjerë të grupit call centerave, nga Ornela Kuadarit te Sindi Hitaj. Velia kërkesë në gjykatën e lartë për shpejtim të rigjykimit. Emrat basti i fundit për stafugat. 3 persona të arrestuar në flagrancë, mes tyre një punonjës policie. Emrat të akuzat e plota mbushen Europën me drogë, spak mbyll hetimet. Në dërgon për gjykim 15 pandehur për trafik ndërkombëtar dhe grup të strukturuar kriminal. Zjarr masiv në Porto Palermo. Bjordi Tozaj me arrest shtëpie vazhdon të lëviz lirshëm në Vlorë. APSK financon 23 motocikleta të reja për policinë e shtetit. Falsifikimi dokumenteve në kadastrën e Dibrës. Arrestohet ish kandidati i Partisë Socialiste, Daniel Gjura. Pas fjalimeve, protestuesit nisin marshimin në rrugët e kryeqytetit. Rrezik në aksin Lerë Shkodër, dëmtohet automjeti pranurës Dajçit, nga kanali i hapur. Rafet nëna 17 vjeçares dhunuar në Fier i than, hajde me ne se kemi një surprizë, vajza ime jeton me. Ndalim të zhvillimin nga politika.
Shqipëria pret samitin e NATO-s, Ministri Nufi, vendim që tregon besimin e aleatëve. Te Belena samiti i NATO-s, këtu është fitore e popullit shqiptar, protestat pasyrojnë pak kënaqësinë qytetare. Gjeta samiti i NATO-s nuk lidhet me protestat në Tiranë. Aleanca nuk ndryshon agjendën për politikën e brendshme. Administrata po përdoret për propagandë. Qori, samiti i NATO-s nuk është medalje për demokracinë. Pas kamerave u pa e vërteta, Saliani Rama mbeti vetëm në samitin e NATO-s. Presidenti Begaj nis vizitën në luginën e Preshevës, takime me drejtuesit e komunave shqiptare. Shqipëria pres samitin e NATO-s, Ferit Hoxha, nisën përgatitje, do të jemi gati. Tabaku kundër financimit të koncertit të Kanye West, 4.3 milion euro për spektakël, vetëm 1% për hekurudhën Tiranë-Durrës. Protestat në Tiranë nuk i solli Moska apo Irani. Këlliçi para eurodeputetëve, shkaku është pakënaqësia ndaj qeverisë. Samiti i NATO-s në Ankara gjungshi, Europa duhet marrë më shumë përgjegjësi për sigurinë e saj. Kuvendi ka humbur rolin e kontrollit bardhi në Parlamentin Evropian, mbrojtja e korrupsionit pengon integrimin. Samiti i ardhshëm i NATO-s në Tiranë, Rutte konfirmon vendimin, Rama, Shqipëria bën atë që thotë. Shtatori dhe tetori me çështje kyçe në kushtetuese, ja kur do shqyrtohen kërkesat e Berishës dhe Saliani. Nga menaxhimi i kimikateve dhe siguria ushqimore, Komisioni për punët e jashtme miraton 3 projekt ligje. Një vit liri, Saliani, pushteti mund të të kufizoj, por nuk i burgos dot bindjet. Lamallari, rritet me 701 milion lek financimi për policinë e shtetit. Rie skenar me kushtetuese në autori kërkon të kthehet në vendin e krimit. Si Blerendresa ja futi Velies si mashtron në medje. Samiti i NATO-s në Ankara, Rama shpërndau foton familjare krah Erdogan të liderëve të tjerë botëror. Në nivelli e presion gjykatës së lartë, Zhupa 4.2 milion euro nga fondi i emergjencave për një koncert privat ku vendi nuk duhet ta miratojë. Qeveria holandeze konfirmon mbështetjen për mbylljen e 3 kapitujve negociues të Shqipërisë. Festovsh me engjëjt atje ku je. Dedikimi i recetës si Elira Çepanit për Ger Bogdani në ditën e tij të ditëlindjes. Berisha për mediat britanike, protestat lëvizja më e rëndësishme 35 viteve të fundit, Albanian Files, libri i grabitjeve në zonat të mbrojtura. Shohim zhvillimin nga rajoni. Trump erdhi si tregtar armësh Milanovic në samitin e NATO-s, Kroacia nuk hyn në aventura ushtarake. BE mbyll derën Serbisë për kapitullin e 3, 8 shtete kundërshtojnë hapjen e negociatave. Parlamenti Evropian, Serbia duhet të zgjedhë mes BE-s dhe aleancës me Rusinë. Raporti OSBE zbulon sfidat që po ngadalsojnë drejtësinë për krimet e luftës në Kosovë. Mira persona në marshin e paqes
në kujtim të viktimave të genocidit në Srebrenicë. Kryeministri grek akuzoi Turqinë se po kërcënon hapur me luftë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikon rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 7 qershorit. Hapet rruga për formimin e institucioneve. Dashevci, nuk do të lejohet në vakum siguria në Kosovë. Rusia ka patericën e saj në Ballkan që është Serbia. Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian Kurti të tregohet burr shtetas. Ish generali serb, SBA e NATO planifikonin bombardimin e Serbisë qysh në vitin 1984. Supremja refuzon të gjitha ankesat i hapet rruga certifikimit të rezultatit zgjedhor. Vetëm 60 sekonda për të boshatisur argjendarit, ja si vepronte banda që grabiti 13 dyqane në Atik. E rënd në Greqi, vajza shqiptare denoncon se është abusuar nga një 14 vjeçar shqiptar. Me zhvillimet nga bota, Pakistani, SBA dhe Irani përmbahen nga veprimet që cënojnë paqen. Grenlanda i përgjigjet Trumpit nuk është në shitje, të ardhmen e vendosim ne. Trondit e Gjermania, mjeku i kujdesit paliativ dënohet me burgim të përjetshëm për vrasjen e 15 pacientëve. Meloni pas samitit të NATO-s, Aleanca mbetet e bashkuar, Italia rrit investimet në mbrojtje. Macron, bisedimet SBA Iran do të vijojnë gjatë afatit 60 ditor për arritjen e marrëveshjes së paqes. Erdogan, Turqia synon të arrijë objektivin e NATO-s për 5% të shpenzimeve të mbrojtjes deri në vitin 2030. Nuk duhet të ketë kapacitet bërthamor, rruten nga Ankaraja, e mesazhin për Iranin, Hormuzi duhet hapet. Fotolajmi Rama krah për krah me sekretarin e NATO-s, shihemi në Shqipëri për samitin e ardhshëm. Rënë në Gjermani sulm me thik në shkollë, 16 vjeçari plagos 2 nxënëse. Macron pas samitit të NATO-s, dialogu SBA Iran do të vazhdojë, kërkohet qetësi pas përplasjeve. Irani kërcënon me mbylljen e ngushticës së Hormuzit pas sulmeve të reja amerikane, Trump paralajmëroi goditje të tjera. Flak, tym dhe alarm shëndetësor. Deponia në Indonezi kthehet në një katastrofë ekologjike. Pas 16 vitesh qeverisje të Orban, ekranet e zeza në media publike hungareze kërkojnë falje, media nuk mund të gënjejë. Dhe në fund lajme nga sporti. Ka bërë një mal me gola, Rajta, Harry Kane meriton topin e artë, por i duhet vetëm një trofe. Brati zbulon skuadrën e preferuar në botëror, më pëlqen mënyra si luan Spanja. Ancelotti nuk ka faj, Çelmeta zbardh krizën e Brazilit, problemi është Sora kritikon arbitrimin në botëror, kampionati është dëmtuar nga vendimet e gjyqtarëve. Brazili kërkon revolucion pas turpit në botëror, gjithçka nis nga Ancelotti. Nga 50.000 në 20 milion djegës, historia e pabesueshme e portierit të botërorit që kërkohet nga Messi. Kani Xhaka jep fund spekulimeve që ndrojnë te Sunderland, dua të bëj histori me klubin. FBI hap hetim në mes botërorit $300 milion në dyshime për korrupsion në Argjentinë. Heroi i kepit të gjelbër në botëror mbetet pa kontratë, Inter Miami kërkon portierin 40 vjeçar. Baku, polemikat nuk e ndalin Argjentinën, Messi dhe ekipet e mëdha din të fitojnë ndeshje të vështira. Arbeloa gjen stren në Angli pas largimit nga Reali, mbrojtësi merr drejtimin e Fulhamit. Drejtori i Gjermanisë qëndron, trajneri Klopp e do në zemër të projektit. Mbrëmje europiane për klubet shqiptare, Dinamo pret Astanën, Vllaznia përballet me Malishevën. Një transferim hapderën për Kristian Aslanin. Atalanta dhe Cagliari ndryshojnë planet e merkatos. Sfida e Malmendesh zgjati vetëm 54 minuta si erdhi dëmtimi i mbrojtësit të Portugalisë. Këto ishin lajmet e zhvillimeve kryesore.
të orëve të fundit përmes oranews.tv dhe kthehemi në studio për të nisur kështu komunikimin e drejt për drejt me ju nga ky moment deri në përfundim, pra deri në orën 8:50 të jemi së bashku në transmetim për sa i përket bashkëbisedimit. Si gjithmonë në 068 60 54 639 068 99 00008 numrat e kontaktit që i keni vazhdimisht në ekranet tuaja. Ju përcollëm në këto minutat para lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit përmes oranews.tv dhe që i gjeni patjetër duke klikuar dhe vetë, mos harroni, në oranews.tv nga kudo që ndodheni për lajmin e fundit aty ose lajme apo zhvillime të tjera të cilat ndoshta ju kanë kaluar në ditë caktuara, i keni aty të arkivuara. Gjithsesi, koha televizive është për ju që dëshironi të na bashkoheni në këtë transmetim të sotëm. 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 ose mund na shkruani dhe përmes rrjeteve sociale në adresën që keni poshtë numrave nëse e keni të pamundur për të bërë pjesë e programit për ditën e sotme. Dua t'ju sqaroj përpara se të fillojmë komunikimin e drejt për drejt me ju, po nuk është se keni faj, por se funksionon në mënyra të ndryshme kjo, prandaj edhe ndonjëherë që orientohet ajo llogaritja që bëhet. Nëse në muaj janar shtesa mbi pensionin, pra rural, urban, një plot të gjitha me radhë, u bë me çdo kompensim të mundshëm, te bonuset hiqen kompensimet. Prandaj u del pak më pak, po do t'ja u sqaroj pak më vonë, në mënyrë që të mos i lëm shumë njerëzit të presin në linjë. Telefonata, mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Të lutem zonjë, ule zërin e televizorit dhe flasim kollaj aty. Për që problem keni që mund të flasim? Ne kemi probleme. Se herë parë që flas. Ne kemi probleme, po se di ana i zgjidhni dot juve. Ne jemi për t'ju dëgjuar problemet tuaja. Dakor. Tani u po flas për protestën. Për mua protesta në fillim filloi shumë bukur. Ke shkuar ndonjë ditë në protest? Urdhro? Ke shkuar ndonjë ditë në protest? Tani nuk ka rëndësi, nuk ka shkuar kjo, nuk do të thot. Nuk mund të t'jap një përgjigje. Mos ma je, po unë e kam të drejtë të pyes apo jo. Mirë, po tani më thalë, më digjo. Unë shikoj atë kullurin atje. Për mua ai kulluri që drejton atë protestën nuk bën. Të dalin vajza dhe çun të rinj janë shumë mirë. Një, e dyta. Nga sa dolën 20.000 veta aty dje pa shumë në televizor, s'kish as 500 veta. Tani unë që dua, policin ja thyen xhamat. Njerëz atje, policin të kuvendi e thyen. Tani unë do të bëj një pyetje si qytetare Tiranës. Këta protestus, si do zgjidhen nga kuvendi qytetarisë? Unë nuk e kuptoj. Ka institucione shteti. Si të zgjidhen? Ka institucione më zotri. Unë jam e shkollë, nuk jam pa shkollë. Duket. Aty është kuti e votimit që e zgjedh. E të bjerë e dirama. Dakord. Por, kërko zgjedhjet parakoshme dhe në kutit e votimit, kryo parti politike më zotri, parti politike, polin e tret, kryo polin e tret. Jo më dalin atje mua dhe thonë, Shqipëria e shqiptarve. Po pse e kujtë është Shqipëria? E kujtë është Shqipëria? Shqipëria është e shqiptarve. Vdekje traktarve. Një, e dyta. Do më thënë qytetarët që nuk janë të përfshirë në parti të mos protestojnë, thua ti, po të bëjnë patjetër një parti. Jo, të protestojnë, më vjen keq, shoqëria civile të protestojnë. Po ju thoni që ta bëjnë parti. Një minut, o zotri, një minut. Ja, po flasim bashka, po mos flasim. Digjo, them këtu. Tani ç'pu kanë me Ilir Metën dhe me Eriol Veliaj. Ata janë në burg, mo zotri. Kjo është mungesë edukate. A kanë familje? E zëra se gabova unë dhe vajta në burg. Tani, ne nuk jemi në 96, 97, 98. O zotria me fakultet, nuk jemi në atë. Mos e thuaj më se do e dyshoj pastaj. Urdhro? Mos e thuaj më se do e dyshoj pastaj. Po s'ka rëndësi kjo.
Po si të ofendosh njerëzit, leri ti dënoj drejtësia ta, leri. Ti dënoj drejtësia. Dhe e dyta, vetëm kaj të them. Me këto protesta këtu do jemi, unë do të marrë përsëri numrin tim e ke numrin tim. E ke numrin tim. Nuk jam me Adriati Klapën, nuk jam me Agronsheu, nuk jam me Redi Muqi. Tani u kuptua me kë jem, mos na e thuaj. Ja, do ta them mu me kë jam. Nuk jam me Sali Berishën, nuk jam me Edi Rama. E kuptova pra me kë jam. Po, e di. Të vi ai Selami nga Amerika. Kush është ky? Ah, po. Eduard, me atë jam. Nuk jam me këta, unë zotri. E po të thyesh ti Shqipërinë, kusur ka mu, morën thyen atë makinën e policisë. Qa kusuri ka mu? Dhe ju gazetarët, më çuditë dhe ju gazetarët flasë në përgjithësi, tani dhe ju gazetarët tini me parti, këtë nuk ma mohoni, qash nuk jam pa shkollë. Si, jemi me parti. Me kë jam unë për shembull? Digjo, unë tani nuk të psikologjisë, po të shoja Alamet Djali, Alamet Kingu, po nuk mund të të them tyja. Po para kryeministrisë, po të zësh 3.000 vetame. Dhe të vi unë sot atje para kryeministrisë e të masë me metër. O zotri, po qa do kthejmë 97-98 eure? Po jo dhe, ose s'ka arma aty tani që kthejmë 97. Shko në kutinë e votimit, o zotri, të vi Eduard Selami. Do t'u ashtë ja i shbëri mosuar. Jo, nuk është bërë mosuar. Trapi është 83 vjeç. Salin e ke 82. Edhe digjo, këtë do t'a mbyll tani, do t'a mbyll si përfundim, do të them dhe një falemderit që kjo është proteste të dësësht. Ato 5 pika që bën ai, i bën dhe Partia Demokratike. Po vetëm një gjë do të them, e do t'a mbyll. Edi Rama nuk bie nga pushteti. Pse nuk bie? Sepse digjo, sepse do Amerika, o zotri, do Amerika. Po ti sigur the s'jam me të. Ti sigur the s'jam mas me njërin, apo? Jo, ma unë thash, nuk jam me asë një parti mërdia. Po unë djek protestën dhe logikoj psikologi. Jam ai kulluri dje, ai nga Ducati. Unë nuk naqa shumë. Ai ti shuar në feshtatën policës me burë. Unë nuk naqa shumë me bisedën. U kënaqa shumë me bisedën dhe të falenderoj shumë. Falenderoj dhe u respekt për ju. Mos harro të na marrësh prapë. Po jo, pa tjetër, më zotri, pa tjetër e kam për detyrë. Ato që shikoj të la themi. Po, pa tjetër. Juve unë gëllet rënd që bëjmë do një vrejtje? Urdo? Juve unë gëllet rënd që bëjmë do një vrejtje? Sa minuta ke që flete, dashur? Jo, nuk them. Pa man duam qetësi ne si popull. Ne si popull duam qetësi. Unë ndryshe nga ty jam pa partije, dashur. Edhe unë pa partia. Kjo u duk në fakt. Jo, pa partia, dash ti beso. Po të shikosh ti u s'kam votuar asë për një. Po të shikosh ti u s'kam votuar asë për një. Gabim ke bërë, edhe që s'ke votuar. Jo, nuk kam për gabim, se nuk i dua. Nuk kam sjell gjë. Nuk kam frikë ta them. Se po nuk votove, nuk ke të drejtë kërkosh llogari pastaj, po nuk votove. Jo, nuk kërkoj llogari, shpreha mendimin tim. Jo, nuk kërkon. Shpreha mendimin tim, nuk më pëlqen protesta me dhunë. Nuk më pëlqen. Dakor. Nuk më pëlqen me dhunë. Paqësore më pëlqen, me lule, me trëndafila, me tëra më pëlqen, po jo me dhunë. Okej, falenderoj shumë edhe njërë. Falenderit për telefonatën. Okej. Kjo ndodhë të njërë që njerëzit të çlirojnë ato energjitë e këqija që kanë dhe ta nisin ditën pozitivisht, prandaj dhe zjatën pak. Telefonata, mirëmëngjesi. Na ka pritur apo jo? Edhe unë të isha dhe një dhe gjë do boja. Gjithsesi, presim të radhës. Përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Do flisni apo jo? Me ty e kam. Alo. Zotri, zonj. Alo. Rridhe pak. Alo, mirëmëngjesi. Po mirëmëngjes, ule zërin e televizorit. Alo. Ja, t'ja ul zërin e televizorit. Po këtë po thoja.
Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Desha të flas pak me ju. Po, urdhoni. Unë shkuar në këto spitalet, spitali grek, edhe në shtet kam shkuar, po spitali grek më ka dhënë përshtypje të më dha, sepse atje e ka orarin në orën 4 të vi doktoresa, edhe vjen në orën 4 e qerek. Ka një çrregullim, një çthurje. Më dëgjona? Të dëgjoj. Edhe doktori u vizitova ke spitali grek për prostatën, më dha ka mjekime doktori, edhe pastaj e tha pi këto, tha, edhe mos hajde më këtu, tha. Po si thot doktori që mos hajde më këtu? Prej këte, u vizitova në shtet, ke gjimnazi Ismail Qemali. Në shkollë. Dhe a i më dha kuro, më dha ilaçe, edhe më tha që hajde të kontrolloj prapë, tha. Spitali grek nuk zbaton oraret të si që duhet. Ato vinë si mas tjevit aty, e ka në orën 4, vinë në orën 4 e qerek. Si mund të thot doktori që mos hajde më këtu? Kurse ty shtetit, thot a hajde të kontrolloj. Këtë kishon për të thënë. Mire, Bore, të falenderoj shumë për telefonatën. Urdo? Falenderoj shumë. Mirë, kalofshi mirë gjithë mirët. Edhe për ty, falenderit për bisedën. Presim telefonat tjetër shkurtimisht në rast se do t'jetë për pak sekonda para hapësirës së parë publicitare për ditën e sotme. Në takimin e kësaj dente të datës 9 korrik, jemi në nisje të komunikimit të drejtë për drejtë me ju. Alo, përshëndetje. Alo? Alo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Me Klodin jam? Po, Klodin. urdhëroni. Një njeri mi afërt larguar në muajin nëntor nga Shqipëria, Aha. është pensionist dhe kthehet tani në korrik. E përfiton atë të jenarit Jo, deri në qershor e ka pasur. Deri në? Për kë po thua edhe një herë? Një njerëzim që larguar nga Shqipëria. Për cilin përfitim e ke fjalën? Për cilin përfitim e ke fjalën? Se nuk e dëgjova përfitimin. Që nëntor. Për cilin përfitim e ke fjalën? Atë 100.000 lekë. Për bonusin, thaset e 50.000 lekë. Jo, nuk e përfiton deri në qershor ka qenë. Nuk e përfiton. Jo, faleminderit për fjalën. Të lutem. Faleminderit ju për telefonatën. Publicitet vin pas pak në pjesën e dytë, mos u largoni. E kthehemi në studion në pjesën e dytë të programit. Mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Alo? Alo, përshëndetje. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Jam një emigrant që kam punu në Greqi, në jam në moshë pensioni, ka një marrëveshje me Grekun e si. Urdo? Po të dëgjoj, më thuaj. Jam një emigrant që ka punu ta vite në Greqi në kam ta siguracione, ka një marrëveshje me Grekun. Jo, ende jo, nderuar, është diskutuar her pas here, por jo, nuk ka një marrëveshje të tillë dhe ende nuk ka filluar puna për një marrëveshje. Thuhet që do të bëhet, por se kur. E kam për vitin e ardhshëm, lutem. Po ndoshta edhe mund të bëhet për një vit, po duke parë specifikat që ka kjo marrëveshje dhe duke ju referuar rasteve të ngjashme si me Italinë, po themi, do pak kohë ajo derisa të mblidhen dy grupet e përbashkëta, të hartohet ligji e gjitha me radhë. Janë negociata. Jo, ende jo. Por kurdo që të filloj, ajo i përfshin të gjithë, kështu që nuk përjashtoheni, edhe nëse keni dalë në pension në momentin kur ajo miratohet. Me kupton? Rëndësishme është që të miratohet. Dhe jo shumë vonë. Po ka një negociatë? Jo, nuk ka ende, akoma jo. Faleminderit. Akoma jo. Të lutem, faleminderit juve që telefonuan. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo? E kishim në linja apo jo?
Okej, mirë, s'ka problem. Presim ne, pse duhet na presin. Telefonusit, në 0, po, alo. Alo. Mirëmëngjes. Përshëndetje, zoti Klodi. Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Desa punën e mjekësisë dhe të unë falenderoj mjekun të traumat në shtet gjithmonë, merre me shtetin, nuk merre me spitalet private asnjëherë. Edhe falenderoj mjekun që më ka operu, nuk ja di asë mi emnin, po më ka operu dhe ai më ka ngret në kam sa për vete në qarkullu këtu në përshpime me i shërbi vete sime, se më vetëm në shpi. E dyta, shkova me taksi, dje për me shoqerus me shoferin. Edhe ai ishte su 2.7% padhen me ne këto këshu më buri dhe ut. 6.500 lek shtesë. 250.000 lek, 6.500 lek shtesë. Çfarë të bëj? Një top me letër higjienike nuk bon aq, po bon më tepër. Kaq. Një ju dë amanzët pak të ne kemi mbi 80 vjeç të shtoj qik më tepër, buri dhe ut. Nuk jetohet. Nuk jetohet. Si duhet me vane? S'ke faj. Kam të drejtë, mora dhe bonusin, po bonusi është vetëm një muaj, po muaj tjetër, ka të shkoja i bonus. Ju falenderoj shumë. Faleminderit ty që more, faleminderit. Një ditë mbar, shkojmë telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje Klodi. Përshëndetje. Unë jam një qytetar të Tiranë, që kam dalë pension tani në muajin mars, dhe pas daljes pension, kam aplikuar për ato kombesimet, energjie, ushqime që dhe përgjigja më ka ardhur nëpërmjet i Albanias, është se nuk takon sepse i vazhdon të jesh i punësuar. Nuk të takon, me thënë të drejtën, kombesimi? Dakor, po ta shjellojmë pak. Ta shjellojmë sa të duash. Bazuar në çfarë vendimi takon, sepse unë duke që i punësuar, der kontribute. E kontributet janë favor të shtetit. Nuk janë favorit tim, asgjë. Ndërkohë, kombesimet janë për rritje, energjie, buke, ushqimi që janë. Pse s'takon? Kur unë jam i vetëm, jam person i vetëm. Të vazhdoj. Po kaq ma thuaj. Kushti kryesor, mes kushteve të tjera që ju i dini për përfitimin e kombesimit të energjisë elektrike, është ky, i dashur, që të ardhurat e personit që aplikon duhet të jenë vetëm nga pensioni dhe nga asnjë burim tjetër. Që do të thotë, ju keni burim tjetër të ardhurash, që është puna, dhe prandaj nuk e përfitoni. Po, shteti ka shumë deverdi, sepse unë po der kontribute, unë po mbaj një pensionist në të ardhmë. Ti se bani pension, sa kontribute paguan din? Për 150.000 lek të reja. Po, të cilat nëse ju nuk e merrni pensionin, mund t'ju rritet pensioni kur të dilni prap, kur të plotësoni moshën, kur të lini punën. Unë jam pension. Këto kontribute, po ka dhe një ligj tjetër që thotë, në rast se pensionisti punon dhe lë pensionin pa e marrë, ka goxha përfitime dhe këto vite i njihen pas pensionit, por nëse nuk e merr pensionin për sa kohë. Falem, unë e marr pensionin. Po them se s'e marr. Po pra. Tani, përfundimisht, në çfarë këmaj e bazojnë këtë? Unë ja u thash i dashur. VKM-ja qa? Po çaj do me numër ti tani, unë jam te kryeministria që hartoj VKM. Dakor, po tash unë me ju po diskutoj. Apo ti do ta marrësh me zor këtë apo me merit, me sipas ligjit? Po sipas ligjit, pra ne po sipas ligjit nuk të takoni dashur, sepse kushti që të përfitosh duhet që të ardhurat jenë vetëm nga pensioni. Ti ke nga pensioni, ke edhe nga puna. Po ti je i punësuar nuk e përfiton. Edhe unë derdh kontribute, pse se marrun kompesimin e energjisë për shembull. Ti si e pension, ç'to më thon? Edhe ç'a pastaj? Po si e pension dia. Po dakor, po pse? Po pra, po tek unë e kuptova, po te unë pse që nga kundër argumentit dhe te juve jo. Unë s'kam një vërdi nga kompesimet, fare.
janë në favor të shtetit. Cilët janë favor të shtetit? Kompensime ato këto Po kontributët. po janë detyrime i dashur si kudo në gjithë botën. Po detyrime po janë shkojnë në favor të shtetit, nuk shkojnë në favorin tim Po jo mos shkojnë ti tani the sapo the që shkojnë në mbaj një pensionist tani thua në favor të shtetit. Tani të shtetit apo të një pensionisti? Normal që e mbaj, po shteti po ka lëvër dikush ka lëvër këtu. Po i dashur më more për të po më lëre pastaj punën, mos punoj që të ketë mos ketë favor shteti. Oh, Si tani asnjëra nuk të pëlqen. është logjik, nuk është logjik. Po i dashur është tjetër gjë logjika dhe tjetër gjë ligji. Nëse më pyet, atëre ti po më pyet për logjik mua? Jo. Nëse më pyet për logjik, ja ta mbaroj tani. Nëse më pyet për logjik, unë do të isha dakord që ty të jepej kompensimi, të njiheshin edhe këto vite që punon pas pensionit. Nëse më pyet për logjik. Okej, dakord. Bravo. Nëse më pyet për ligj pastaj që mos i ngatrojmë njerëzit, ligji thotë që vitet nuk të njihen në rast se punon dhe merr pensionin dhe kompensimi nuk e merr në rast se burimet të ardhurave nuk janë vetëm nga pensioni, por edhe nga burimet e tjera. E kupton? Unë të thash, ose logjik, ose ligj. Ligji, po thash, ku e bazojnë, në çfarë VKM e bazojnë? Po çdo me thë VKM-ja 224. U qetësove tani? Shumë. Pra tani s'ka rëndësi VKM-ja, i dashur, rëndësi ka që përgjigja që ti... Bazohen në kështu nuk të takon, ka. Po nuk të takon. Ato nuk të takon, ka përgjigje. Okej, faleminderit. Po pra, po domethënë ti e ke inatin që s'të kanë thënë VKM-n apo që s'e merr tani? Jo, e kam me mënyrën e shtjellimit të problemit, në mënyrën e dhënies së vendimit. Përgjigjen e ke marrë në Albania që s'të takon. Në Albania, patjetër. Unë çdo gjë për mes Albanias kam aplikuar. Çdo gjë. Nuk të takon i nderuar. Thash logjikisht unë jam me ty madje më shumë se sa me ty. Okej. Por ligjërisht kjo është bërë kështu. Okej. Dakor. Faleminderit. Të përshëndes shumë, faleminderit edhe ty për telefonatën. Shkoj me tjetër, alo, përshëndetje. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Alo. S'ka mbaruar akoma. Alo, përshëndetje. Iki me tjetër. Okej. Alo. Përshëndetje, zoti Klodi. Përshëndetje. Rastijim. Urdo? Rastij Taluga. Me 29 me fund. Po, Vasil, më ke shkruar dhe dje. Po, kur të na vi përgjigje tani, Vasil? Nuk ka. Jo, deri tani jo. Po, është pak nga kesa ti më thënë drejtën kjo periudha e 3-4 muajve të kësaj. E rëndësishme është që nuk kam problem dokumentacionit dhe mendoj. Basën në herë një adë të bezdis. Asnjë herë nuk ka bezdisni. Jo, faleminderit. Dakor? Faleminderit ju për telefonat. Presim tjetër. Mirëmëngjesi. Alo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Me zotin Klodi Fas. Klodi jam. Agim Sulejmani Valia se muna, që për të dërguar atë i Alberin për punë hipotekës. Po, shiko, unë e provova me këto të dhëna që më ke nisur. Po? Po, më thoshte kodi pasak, mos e ke ndruar tani të kjo pjesa e ndryshimit të formatit i Albanias? Urdo? Nuk e di që asë bën vakitën. Po pra, se, ndjes. Po? Se me këto të dhëna, po? Nuk më hape. Nuk hape, e? Jo, kur e ke hapur vetë për herë të fundit, Agim? Urdo? Kur e ke hapur vetë për herë të fundit i Albania? Me një vit. Një vit? Do provoj një herë tjetër për këtë unë. Faleminderit. Asgjë të lutem. Gjithë të mira dhe për ty. Shkoj me tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Pardoni. 902 në fund jem Antikollaj. Këndesëm dhe të pyeta, ka një përgjigje për aplikimin që kanë bërë për banesën, s'ka? Ta shoh.
Jo, akoma. Akoma Amdi. Iku. Shkoj me tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo. Alo. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Ka ujtë pak më efti. O, Klodi, Urdo. ditën e martë, unë ju kam dërguar në WhatsApp dokumentat e komshie, se kam të verë, dhe kam këtu në palat. Edhe, në qëse se keni parë, dhe i shikonit në në përgjigje, për një punë nga zëngjëre. I kam, po pse ti isha ditë që më bie me atë... Unë, o, Klodi, unë, po si kemi bërë pakesën ne... Të kam bërë një blok aty. Si të më bie çdo sekond në numrin tim, domethënë. Nuk e dia, Klodi, për zotin. E dia se më thani që onë na merë zi këtu dhe prandaj më po merja. Se s'm ka blokuar numrin, se s'kem paguar, Klodi. Imagjino 20.000 lekë që moram, qa do bëjnja, ujë dhe drita, se ma falësh 1.000 herë. Jo, s'ka gjë. Kështu, Klodi. Tani, jo pa e si do i flasë për tia. Jo, nuk i kam parë. Nuk e kam parë. Të dërguar ditën e martë. Jo pra, se thash, nuk kam parë gjë. Mi dërgo prap. Ti dërgoj prap? Okej. Faleminderit. Dërgoj motra ta një radhë, shumë faleminderit. Gjithë të mira, faleminderit shumë për telefonatën. Para se të shkoj me tjetër, do të ndalemi dhe flasim pak për pensionet të flasim. Edhe pak më herët, shikon, nuk është se është në një kënaqësi e madhe që personat në moshë pensionit vazhdojnë punën, por e thamë edhe ditët e kaluara, që kjo bëhet nga pamundësia për të përballuar kostot mujore, shpenzimet të cilat në raport me pensionin janë me goxha diferencë. Dhe çfarë bëjnë? Marrin dhe pensionin, vazhdojnë nëse bien dakord me punëdhënësin, bëjnë edhe punën e caktuar për të përmbushur, po themi, sa të jetë e mundur ato nevojat e përditshme. Shikoni, këtë mund ta bëni më herët. Mund ta bëni më herët dhe me shumë më pak kosto. Kostosh. Në vetë nuk është një kosto, por ajo thjesht një para e marrë nga kursimet tuaja e depozituar në llogari pensioni privat në emrin tuaj dhe e shikoni gjatë gjithë kohës në aparatin celular dhe në thelb dhe realisht ato para tuaja janë. Thjesht ti ke aty dhe ato shtohen çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, çdo vit. Pra ky është thelbi, se kur themi ndonjëherë kontribut apo investim thonë njerëzit po ku po i çoj paratë e mia. Paratë e tua nuk po i çon asgjë kundi përveç se në një llogari tënde, të cilën e ke të monitoruar me 24 orë në ditë po të doni. Edhe se si shtohen fal kthimit vjetor për rreth 4.6%. Është një vendim i zgjuar në një kohë të cilën e vendosni ju, por sa më herët të jetë aq më mirë do të jetë për ju, sepse të ulet edhe ajo, po themi, bara e kontributit për pension privat dhe ti shpenzon pak, e zgjat në vite këtë shpenzim dhe përfitimin pastaj e ke super të kënaqshëm. Ajo që vlen në raste të tilla dhe unë do i kërkoj që telefononi në numrin e mëposhtëm dhe për të thënë që unë kam në dispozicion 100 euro po themi dhe dua të kontribuoj për 15 vite sa më del pensioni. Dhe të bëhet llogaria nga personat përgjegjës atje si Gal Invest, ose dhe tjetra pastaj, ju mund të kërkoni një pension 500 euro në muaj. Dhe pyetja është sa detyrim kam për të kontribuar dhe për sa vite, në mënyrë që kur të mbush moshën e pensionit, në rastin konkret 5 vite më përpara moshës ligjore, të kem këtë lloj pensioni. Dhe pasi të merrni këtë informacion, bëni diçka tjetër. Investimin ose sasinë e parave të kontribuara me sasinë e parave që ti merr si pensionist, por mund t'i marrësh edhe të gjitha një herë nëse të duan për një shpenzim caktuar. Dhe bëj diferencën mes asaj që ke kontribuar dhe mes përfitimit të drejt për drejt që merr. Nëse nuk të del shumë herë më i lartë, atëherë na kontaktoni dhe thoni që kjo nuk funksionon dhe nuk është kështu. Por është kështu. Diferencën mund ta bësh me 10 euro, mund ta bësh me 50 euro, mund ta bësh me 500 euro, që është pastaj ke pension super, domethënë një rrog thuajse maksimale.
Ndaj e zgjidhje në vendet më të zhvilluara të Europës e kanë konsideruar prej kohësh si zgjidhjen e vetme dhe shpëtim të skemës së sigurimeve shoqërore këtë të pensioneve private. Dhe kur them në vendet e Europës, kam fjalën për vende edhe të zhvilluara dhe fuqi, po themi, botërore ekonomike. Ku në pamje të parë lihet kuptohet sikur njerëzit atje nuk kanë nevojë, por jo, nuk është kështu. Bashkimi i disa kontributeve prodhon një pagesë shumë të mirë të pensionistit atje. Dhe këtu do të ndodhë njëjta gjë. Ka 20 vite eksperiencë si Gal dhe është lider në menaxhimin e të ardhurave për sa i përket pensioneve private. Dhe sigurisht edhe dekadën e tretë ka nisur si lider në menaxhimin e këtyre të ardhurave dhe jam shumë i lumtur të ndaj me ju bindje që muaj pas muaj shtohet në mënyrë të frikshme numri i personave të cilët hapin një llogari bankare për pension privat, kontribuojnë aty, ruajnë, mbrojnë paratë e tyre dhe paratë punojnë për ta në sa vite ata do të vendosin për ta mbajtur aty si llogari. Kështu që bëni të njëjtën gjë dhe ju niseni më pak në mënyrë që thjesht për ta kuptuar se si funksionon. Më pas vazhdoni me pjesën tjetër. Kështu që faleminderit Sigar. Dhe ne shkojmë me një tjetër telefonues. Alo, përshëndetje. Alo. Urdhëroni. Me Klodin flas? Me Klodin. Ju uroj shëndet. Shëndet keni. Duam njerëz si juve që të na zgjidhni problemet e na sqaroni aq bukur. Të mora për të falendëruar. Pse? Po. Më thuaj. Kam një problem me shëndetësim, me onkologjikun. Na kërkojnë skaner këtu të që janë të private të bashkisë me kemët e bashkiake. Sa jeti vjen bën dokumente, na kërkojnë skaner. Si bëhet? Për çfarë? Për kemp? Po. Për të marrë kemp për 90-7.000 lekë. Dhe sa herë e përsërisni këtë? Ishte një në të vjetë, ishte 6 muaj tani kërkohet edhe bëhet një dyndje e madhe një. Po duhet bërë ajo i nderuar. Po duhet bëhet, po ne marrim nga doktori këto, ku bëhet apo nuk bëhet. Po kush ja u kërkon atëherë? Bashkia pra këta, që është kjo, komisioni bashkiak. Po pra, ata duhet bërë i nderuar. Për të përcaktuar fiks diagnozën se. Diagnoza e si përcaktuar për 5 vite që ndigjen ato specialist. Edhe më tha që nuk lejohet të bëhet skaner. Si nuk lejohet? Me kancer prostat. Duhet bërë i dashur, nëse ta kërkojnë nga komisioni atij duhet bërë. Falenderoj, po sa mund të azut? Urdo? Jam 63 vjeç, kur dalë në pension? 65 në pension. 65. Po 30 vjet pun kam, 31 vjet. Të sigurojnë vitet e tjera? Ajo është diçka që ju takon juve, pastaj, më kupton? Mund ta bësh, mund mos e bësh. Minimumi i viteve për të përfituar pension është 15, maksimumi vitin që vjen do jetë 39 muaj. Po këto 5 vite të bashkisë jam me kemp, nuk njeh. Ato nga bashkia nuk llogariten i nderuar, vetëm nëse jem në kemp nga sigurime shoqërore. Kempi bashkisë nuk llogaritet për efekt pensioni. Asgjë, të lutem, faleminderit juve për telefonatën. Ditë të mbarë. Presim tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Klodi, jam një zonjë nga Berati. Kisha burin me kemp. Ka operuar gurmazi me kancer. Vajta të kempi ma hoqë kempi. Se përse nuk e di. Çfarë do? Dokumenta. Vajta mora me ti doktori. Më kanë hequr, më kanë në mes këtë rrugë. Çfarë të kanë hequr se nuk e dëgjova mirë? Më kanë hequr kempin e burrit. Kanë hequr kempin e burrit? Ka. Po pse? Ti di, nuk më dana si përgjigje. Nuk i ta ka. Po ben 13 vjet i operuar nuk flet. Se ka hequr laringën e zerit. Po pra, po kur ja u hoqën, çfarë ju thanë? Pse e argumentuan? Nuk të thanë asnjë gjë, nuk të ashtu thanë, nuk të takon se ke 13 vjet që po e merr. Po si ta thanë këtë, me shkrim apo me gojë? Me gojë, kështu di, kur isha në Tiranë. Nuk ta kanë dhënë me shkrim? Jo. Kur ja dhanë atë fletën që vajti këtu tek në Berat,
Të sigurimet i thanë që nuk të takon. Jo që një vit. Pa arsye, nuk përmendu ndonjë arsye aty. Jo. Vetëm kur vajta unë në Tiranë, në atje që më kërkuan të ajo. Se kem pjepror, më tha mua, bo ka ngren 13 vjet ky. Jepi numër telefoni, zoj. Numrin tim këtë kam, 069 Po. 22 14 558. 2518. Po. Ku banoni, zoj? Perat, Donika Kastrioti, Lagja. Kuptova. I kam dokumentet, Klodi, që gjitha. Se për ndyshim, pa tjetër. Përshëndetje, dashur, faleminderit. Rob, shumë faleminderit. Edhe juve, faleminderit për telefonatën. Para se të kalojmë një hapësirë tjetër publicitare, flasim pak për OSO, mrekulli bërsin, për të gjithë ju, të cilët vuani nga problemet e kockave dhe të nyjeve dhe që me zor kapni atë ritmin për të qetësuar nga këto lloj dhimbjesh të cilat në shumicën e rasteve të pengojnë për një lëvizshmëri normale dhe krijojnë ato streset pastaj të tjera. OSO është një produkt i prodhuar sipas standardeve të Bashkimit Evropian pikërisht për këtë problem shëndetësor që në kohët e sotme pa diskutim që është ndër më të përhapurit, kjo për sa i përket edhe stilit jetesës, qëndrimit në orë të tëra, ulur në përpundra që bëjmë, por po ashtu edhe mungesës së aktivitetit fizik, dhe kur them aktiviteti fizik qoftë edhe një ecje normale për disa minutash në ditë. Gjithsesi ju vjen ndihmë OSO, pa efekte anësore, publicitet vin pas pak. Themi në studio në pjesën e tretë të programit, ora 8:02 minuta, vijon komunikimi drejt për drejt me ju në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Alo, përshëndetje. Alo. O Klodi, ti dërgova dokumentat. Ja ti shikoj pastaj kur të mbaroj. Se do të flasi pak që kom shemi, se një që ka një kasi 2-4 këtë qëna, o Klodi. Nuk dëgjoj. Përshëndetje. Jam një qytetare vlonjate, jam 83 vjeçe dhe unë kam një hall shumë të madh. Më thuaj. Fëmijët i kam, po nuk më ndihmojnë se nuk janë këtu. Edhe një gazonjere i kam shlyer të gjitha detyrimet dhe nuk po më jep hipotek. Besnik Lulja. Ndihmon të lutem, të lutem. A janë këto dokumentet pra? Lodi. Po. Po të dëgjova. Po më jep përgjigje. Po të flas, po nuk po më dëgjon. Në rregull, zonjë. Nuk po të dëgjojna. Dakor thash. Falenderit, mua më ndihmon zana. E kam komshie. Mirë shumë. Komshie, rrofsh. Falenderit shumë. Ti jesh mirë. Okej. Bukur shumë, bukur. Komshiu për komshiu duhet të gjendet në ditë, sidomos të vështira dhe mirë bëni që shkoni mirë. Se komshiu nuk e zgjedh. Alo, përshëndetje. Alo. Urdhë? Nga flas. Nga flet? Nuk e di. Ju ku sheni, flasë me Klodin? Po, Klodi, po ule zërin televizorit, të lutem. Të fërni sen, duke se... Po ja, tani do dalë i zëri jotë, se vje me vones sinjali. Ule zërin televizorit dhe mos u merr me televizorit. E ula zëra. Po, urdhoni. Desha pëshë ne pensionistat. A u thë 2.4%, që 2.7% së diskutuar, ja? Po, është rishtuar, është bërë indeksimi 2.7%. Kushe unë se këmë marrë... E ke marrë pensionin e korrikut? Përda? Korrikun e ke marrë? Korrikut po kam marrë me datë një. Me datën 3 kam marrë. Po, sa lek more? Mora 7 pata, vetëm plus 50.000 leshin. Se ke marrë indeksimin? Jo. I ke për mirë llogarit? Po ka për mirë shumë llogarit. Ku jeton? Unë 40.000 lekë kam, 40.000 lekë kam pensionin. 40.000 lekë të reja? Po. Ka lidhje sa do që tjetë? Po, kam në për që kemë pensioni jo, unë që kam marrë për nërë. Unë që kam edhe dokumentin që se kam marrë.
Atë pensionin, plus aneksin, atë 50.000 lekë, bonusin. Ku jeton ju? S'ka marrë si gjatë tjetër. Ku jeton? Në Puk. Në Puk? Po. A kupton? E kuptoj. Shiko, edhe mund të ndodhi kjo dhe e merr muajin tjetër të dyja, po gjithsesi më jep emrin. Po, me planimin. Si? Po, emrin Gjovalin Kola. Gjovalin Kola? Po, pension minatorit, ja? Po babaj? Ded. Ded? Po. Në Mos Puk? më kështu asë të lekë që më kështu, bërë përveç 50.000 lekë e bonusit. Askush, çfarë the? Mos më kështu përveç 50.000 lekë e bonusit. Dakor, po. Edhe mund të jetë kështu, edhe e merr muajin tjetër, por gjithsesi të pyesim për siguri, dakor? Faleminderit, atë më merr në telefon. Urdhë? Të hënën. Të hënën, a? Po. Po mirë, faleminderit. Falenderoj ty për telefonatën. Ditë mbar. Presin tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhoni. Përshëndetje. Përshëndetje. Me 2 maj kam moshë ditën e pensionit. Aha. Aplikimi se kom bo akoma, prish punë ose prish punë mua? Jo, nuk të prish punë deri majin tjetër. Deri majin tjetër. Po. Nëse kalon majin tjetër, pastaj aty të prish punë. Po, shumë faleminderit. Asgjë të lutem, faleminderit juve për telefonatën. Ditë mbar. Duhet mos kaloj viti sepse pastaj të humbasin këto vitet e muajt, jo vitet. Domethënë nëse aplikimi bëhet pas një viti, nuk e përfiton nga momenti kur ke plotësuar moshën, por nga momenti i aplikimit. Mirëmëngjesi. Alo? Alo. Urdhoni. Shëndetje. Uleni zërin televizori, zonjë, lutem. Dhe pak zërin e televizorit. Nuk të dëgjoj mirë, afro pak të telefonit, të lutem. Pak. Zonjë. Telefonin, pak. Nuk dëgjoj fare, të dëgjoj shumë larg. Urdhë? Paskëm telefon të rezimin. Alo? Alo. Dëgjoj shumë keq. Shumë keq. Si? Si ta bëjmë? Alo? Alo. Po, flisni tani. Alo. Flisni, zonjë. Do të pyesë një për ato lekët e tërmetit që nuk ne kanë vënë ato. Akoma nuk është miratuar gjë e dashur. Për çfarë kripe? Nuk e di, janë ç'të them. Gjithmonë që pyesin e njëjta përgjigje. Urdhro. Kështu. Alo. Po ta thash pra zonjë. Po si dëgjoj ju më pat, i bën punë për tu. S'na dëgjojnë te kjo pjesë. Na thonë që do t'jepen, po se kur? Nuk e dim akoma. Faleminderit. Të përqafoj, faleminderit ty për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjesi. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, zonë. Po? Jam një zonjë dhe kam djalin me aftësit kufizur. Dhe nuk kam marrë asnjë bonus në këto shtesat. Më takon apo nuk më takon? Juve apo djali? Djali, jo, djali. Çfarë pagese ka djali? Merë 129.000 lek. Nga? Mos i bërë nga bashkia? Në avion e bashkia, jo, në sigurimet. 119, se unë gatrova. S'ka rëndësi vlera, nëse bërë nga sigurime shoqërore, ka të bonusin edhe 2.7% indeksin. Po mos i bërë nga bashkia, nëse i bërë nga bashkia nuk ka. E po këtë bonusin këto, për këtë po flasë dhe nuk ka marrë asnjëherë. Qa marrin këto tjerë? Tani nëse më ndihmon. Si asnjëherë, zonjë? Këto shtesat, bonus, do më thënë që marrin 150, këto... Atëherë nuk është nga sigurimet, i bie tjetër nga bashkia. Më kupton? Sa ata të sigurime shoqërore kanë marrë të gjithë. E kuptoj. Do jetë nga bashkia, se s'ka mundësi pastaj. Më kupton? Me aftësit kufizur është djali. Po pra, dhe me gjasa je merr pagesën nga bashkia, sepse po ta merrte nga sigurime shoqërore kanë marrë të gjithë.
Okej, shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Kalofsh mirë. Ditë mbar dhe për juve. Dhe presim tjetër telefonues në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Alo. Alo, mirëmëngjes. 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 Urdhoni. Me Klodin Frazin? Po. Nga Korça flas. Urdhoni Korça. Kam një problem për çështjen e pensionit. Kjo komuna jonë që kemi puna për kooperativat e kam problemi. Komuna jonë është djegur, u doqa dhe nga 96-97. Dhe tani jam pa afrohet për punë e pensionit, pa afrohet koha, dhe nuk më del emri për të vitet të kooperativës. Po pse? Edhe kam... Po ku di unë vetëm emri im nuk del aty të gjithë si që ishi familjen e me vlezë, me motra. Dalin emri im, jo. Nuk e di që... Problema jo. Kur e keni plotësuar moshën për të dalë në pension? Jo, se kam plotësuar, ja tani jam në prakt. Shiko pak, nëse është ky problem, ka dy mënyra. Kur keni filluar, çfarë moshe ke filluar në ish kooperativ bujqësore? Sa kënë mbarua klasën e pejtë, që atëre, sa shumë vazhdonit... Është pak problema jo, se nëse nuk ekziston dhe nuk figuron emri, do futet në loj ligji pasaj që është miratuar, në 2024, në 2025, në që nësi ka, dhe të llogariten këto vite, por llogariten nga mosha 18 vjeç, jo nga mosha kur ke filluar. 18, ha? 18 ligji, ose pastaj do përdorësh gjyqin për të njohur të gjithë periudhën, por... Në falë, unë një gjyq kam apër edhe gjyq. Po, edhe? Po, kam apër bilet më ben 5 vjet, 6 vjet, aji avokati, atër dhe në gjesë më ben. Jo ra atëre që ra pandemia, jo se qarë në thot tani jo është në Tiranë ato doskje, asë një përgjigje nuk njët. Prandaj tëftu u detohet e këtyni. Po, këto dy mënyra janë, ose do i gjesh, do i kërkosh me gjyq, ose do presësh që të llogaritet nga mosha 18 vjeç e lartë. Në që nga mosha 18, e? Po, për fat keq po. Po në qoftë se me gjyqi nuk më bëngje avokati? Do njihen nga ligji vetë nga mosha 18 vjeç. Po. Shto? Të në 18 vjeç dhe në të llogaritet deru prisis pejni. Dhe sa ke punuar? Po, sa. Shto. Shumë falemderit këtë. Asgjë të lutem, falemderit edhe ty për telefonatën. Falemderit. Presim tjetër, e kemi në linjë? Presim pak. Okej, presim pak. Në këtë pjesë të tretë jemi, ora 8:13 minuta. Prej orës 7:15. Edhe për sot, si zakonisht në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 sekundër edhe përmes mesazheve në rrjetet sociale. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Ta bëj një pyetje? Boje. Po këta pensionistat e parakoshëm, si ka mundësi si nuk i dhash problem ky zotnia i gjatë, ky material të bardha? Si nuk dha shpërblim? Ushtarakëve si kanë pension të parakoshëm nuk u dhan shpërblim për vitëri as tash për me lekshën. Fillimisht e dhan, tash se japin më. Ke idenë se pse? Nuk e di në këtë herë, unë e di që është dhënë apo jo? Ja. Oh? Prandaj po të Ja të informojmë edhe unë dhe të them nesër. Okej. Mirë. Mirë. Të falenderoj. Mirë pafshim. Shëndet paç. Shkojmë me telefonat tjetër në 0. Po, alo, përshëndetje. Alo. Po, alo. Urdhoni. Shëndetje. Shëndetje. Leni zërin e televizorit, zonjë, lutem. Jam një zonjë nga Lusja.
Edhe vajtë dihet tek sigurimin shoqërore, dal pension për 2 vjet. Edhe doja të mbyllja ca kontribute që plotsoja 20 vjet ose 22. Edhe më tha që si 20 vjet dhe 24 vjet pensioni mirret një lloj. Është vërtet? Një lloj, nuk merret një lloj ose ti ke më shumë vite se sa ai që ka 20? Po kështu më tha dje, vajta u sqarova, prandaj u mora ju, më tha që një lloj mirret pensioni si 15, si 18, si 20, si 24. Ty të doli pensioni? Jo, unë dua dhe 2 vjet dalë, po e kam mbyllur, mora kredi dhe mbylla pension. Jo, nuk është ashtu. Ajo skema është që sa më shumë vite të kesh, aq më mirë për ato që i ka. Nuk shumë sqaroj dje, nuk e di, prandaj u mora ju. Jo, nuk ka lidhje fare, nuk është ashtu. Nuk ka lidhje. Jo, e tash. Sa dua? Minimumi 15, pastaj sa më shumë aq më mirë për juve. Dhe pastaj sa më shumë më mirë. Po patjetër, sigurisht po. Është domethënë pastaj se i bie që njerëzit të punojnë pak vite dhe ta lënë pastaj meqense pensioni u del njësoj. Mirë, faleminderit. Dakor, faleminderit dhe juve për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Me Klodi po flas. Po, Klodia. Dëgjoj, jam një zonjë dhe dua të bëj një pyetje. Jam në fshati Ferras me këto përmbytjet. Kam patur shtëpinë e nënës, edhe u përmbyt. Nëna ime ka vdekur me 4 persona të sëmurë që ishin aty. Edhe shtëpia është përmbytur nga vjosa këtë radhë. Edhe shkoj në shtëpi atij, marr dhe komisionin, e shikon gjithë komisionin që shtëpia është e përmbytme, gjithë plaçka të gjitha, edhe tani më thonë nuk të takon se nuk banon njëri. Unë atë shtëpi ma ka lënë nëna ime me testament. Edhe vete për herë që e pastroj, edhe rri vetë se jam pa shtëpi, jetoj në Durrës, nuk kam parë shtëpi në Durrës. E ke kthyer në emrin tënd? Po, në emrin tim. Dhe si thonë nuk të takon se? Edhe më thonë që nuk të takon shtëpia tyja. Nuk të takon të marrësh nga përmbytja lek, se nuk banon njëri. Ta kanë thënë me shkrim apo me gojë? Me testament. Jo, që nuk të... Do gjë që kam marrë nga nëna ime. Jo, s'të pyeta për këtë, nuk të pyeta për këtë, të pyeta për përgjigjen që të kanë dhënë institucionet me shkrim apo me gojë. Më kanë thënë që nuk jeton njëri, nuk banon njëri. Me shkrim ta kanë dhënë këtë përgjigje apo me gojë? Me gojë. S'është përgjigje ajo. Ju aktualisht ku jetoni? Me gojë, unë jetoj në Durrës. Me vi numër telefoni, zonjë. 069? Po, 069. Po? Ule zërin televizorit. 81? Po? 93? Aha. 800. 8 apo 5? 8. 800, 800 do më thë. Po, 800. Faleminderit. Të lutem më ktheni një përgjigje se harxova gjithë ato lekë që bëra dhe dokumentat e gjitha. Të gjithë po marrin që jetojnë në Itali, shtëpit i kanë të mbyllura, edhe marrin, edhe ato të shkret janë fukare që ishin 4 të sëmurë, që 2 herë bashkia e Thierit e ka bërë shtëpinë për ta bërë bashkia dhe si kanë bërë gjë. E kuptova. Prandaj ta mora numrin zoj se jemi edhe vonë me kohën. Edhe unë e shkreta e kam ndihmuar që kam bërë ato shtëpitë që ja kam rregulluar vetë. Okej. Mirë dashur, faleminderit edhe një herë. Të lutem, Klodi, kam besim te ty të kthesh një përgjigje. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Para se të shkojmë tjetër, ndalim pak të flasim për pensionet private. Shikoni, kemi folur goxha shumë për përfitimet që keni nëse bëni pjesë e fondit Sigal për pensione private dhe duhet bëni pjesë sepse nuk ka asnjë arsye në kushtet kur vetëm se përfitoni. Përfitoni edhe nga ana e tatimeve që paguani. Do t'ju japim një shembull, po themi kufiri mujor i pranueshëm prej 50.000 lekë është në muaj dhe vjetori 600.000 lekë në vit. Dhe duke marrë në konsiderat normën e tatimit që është 13%, ju në vit kurseni, nëse jeni pjesë e fondit Sigal, jo pak, por gati 800 euro, ose 78.000 lekë të rinj. Dhe kjo, çfarë? Thjesht nga kontributi që ti bën për veten tënde dhe një llogari pensioni privat dhe shmang këto tatimet që në kushtet të tjera do paguash atë 800.000 lekshin, po rrumbullakosin, por nuk është aq, 780. Po çfarë si ka për pak lek. Që do thot, ti vitin e mbyll me 800 euro të kursyera,
të cilat I përdor meqense jemi edhe në kohë pushimesh. Për pushime dhe bën disa ditë goxha të mira me këto të ardhura. Kështu që është një tjetër përfitim për të kuptuar që nëse ti bësh pjesë e pensioneve private në Sigal Invest, përfitimi nuk është I kufizuar vetëm në çështjen e pensionit, por është I përhapur edhe në shpangjen e disa tatimeve, dhe kjo vlen dhe për punëdhënësin dhe për punëmarrësin në rast se je I punësuar diku. Përfitimet të tjera në shërbime spitalore, ulje deri në 50% në pagesën e sigurimit të detyrueshëm të automjeteve, dhe kjo vjen pa asnjë lloj mundi. Kjo vlen dhe përkthehet e gjitha në përfitimin tuaj. Nëse do na pyesni dhe sikundër na kanë pyetur në fakt shumë që si shpjegohet ky lloj përfitimi, është e thjeshtë, është çështje interesi. Çështje interesi sepse qarkullimi I parave në ekonomi përkthehet në përfitim për kompaninë, në rastin konkret Sigal Invest, pra fondi Sigal, dhe përkthehet në përfitim të drejtë për drejtë të qytetarët, në formë pensioni apo në mënyra të tjera përfitimi të cilat ti mund t'i përdorësh këto fonde në një moment caktuar kur e ke të vështirë apo në kufitet pamundurës për të përballuar një shpenzim që ka dalë kështu ekstra dhe papritur, e përdor atë fond dhe gjithmonë bësh pjesë e tij sa herë të duash. Shikoni se sa shumë përfitime të cilat është kur I dëgjon ndoshta mund t'i neglizhosh, por ata të cilët e kanë përqafuar këtë ide 20 vite më parë dhe sot gëzojnë pensionin shumë herë më të lartë se sa pensioni shtetëror nga puna që kanë bërë, është ajo pjesa që është komode dhe nuk ndihet në kuptimin, nuk ankohet për pensione të ulta, sepse ka dhe pensioni shtetëror, ka dhe pensioni privat dhe të dyja pastaj bëjnë një rrogë, po themi kështu, goxha të mirë që janë komod në përballimin e shpenzimeve të tyre mujore. Bëj dhe ti sot përpara se të jetë vonë, përpara se kushtet të mos jenë dhe aq në favorin tuaj, pasi aktualisht dhe këtë e vërtetojnë ata që jetojnë dhe punojnë jashtë kur ja u sugjerojmë këtë dhe ditët e fundit ka pasur goxha kërkesa për të bërë pjesë e fondit Sigal dhe shohin këtu kushte goxha më të favorshme se sa në vendet ku ata jetojnë dhe punojnë, atje ku është I detyrueshëm në fakt si aplikim shtylla e dytë e pensioneve. Telefononi dhe ju në numrin e poshtëm, bëuni pjesë e fondit Sigal, të cilin ne falenderojmë për këtë mundësi ideale që ka dhënë për ne. Dhe meqense jemi te mesazhet e mira që ne ja u sugjerojmë gjithmonë, këtë herë të flasim për shëndetin, për kockat dhe nyjet e atyre të cilët I vuajnë probleme të kësaj natyre derisa kapin atë ritmi pastaj, por është goxha guxim të mos trajtosh një problematik të tillë, sepse siç thonë edhe mjekët, një problem shëndetësor I patrajtuar në kohë pason më pas një zinxhir problematika të tjera shëndetësore dhe s'di kë kap më përpara pastaj, ose është ideali për kockat dhe nyjet, madje ata të cilët e kanë përdorur dhe që do t'i dëgjoni pas pak, pas analizave të bëra duke marrë një kohë caktuar ose flasim për një rekuperim të kockave atje ku ka pasur konsum sado të pakët si pasojë e mos kurimit në kohë. Mos e neglizhoni, nuk ka efekte anësore, është prodhuar sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Kthehemi pas pak në pjesën e fundit. Rikthehemi në studio në pjesën e 4 dhe të fundit të programit për ditën e sotme. Vijon komunikimi drejt për drejt me ju në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Këton më pak si 20 minuta kohë televizive deri në përfundim të programit. Shumë mesazhe kemi marrë edhe gjatë hapësirës. Shikoni, mund të jenë bërë dhe gabime në llogaritjen e indeksimit, kështu që këto korrigjohen gjatë muajve të tjerë, nuk ka asnjë lloj problemi, ose pastaj nëse keni merak, po themi, mund të bëni një kërkesë për rillogaritje dhe ajo reflektohet pastaj në pagesë në përqindjen e caktuar. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Kadi. Urdhoni zoj. Nga Fieri po flasëm. Dua të në një shqetësim të keqen motra. Në Fier mund të jetë për të qytetarë të tjerë. Në Fier në orën 12 të natës, natë për natë edhin pishek zjarre. Lere mos e pyet. Unë një fëmijë të sëmur që është është të mërshme. Unë sonde unë si prinde duroj deri në 4:20 fëmija im nuk ka pjetur. Ndoshta ashtu ai që I hedh policia e shtetit nuk e di të vënd dorë se
vendosë, është nuk e imagjinoj një fëmijë që ai ka të merr një makinë që kalon që jep gaz, jo më të tjera. S'ka faj, e tillë është. Prandaj u mora, ndoshta edhe ju mos dëgjon ai drejtori policisë, Pjerit. Nuk e di. Jo, unë mendoj që kjo duhet të bëhet vepër penale. E përse te ka to prishe qetësisë publike. Po ç'është kjo tani 12 e natës ballat. Fiks ora 12 e natës. Po me një tortë atje ta gëzoj kush ka ditëlindjen, le të festojnë njerëzit, me një tortë, një qiri aty festosi. Jo, nuk ma merr mendje se në një ditëlindje, se ajo është e përnatshme. E përnatshme, Klodi, është tmerr. Është në qendër të Fierit, se ne jemi edhe çika. E përnatshme, ç'do të thonë, për çfarë duhet i hedhë çdo natë? Nuk e di për çfarë i hedhin ja. Për ne që kemi bicikleta të tilla në shtëpi. E tmerrshme. Keni bërë ndonjë denoncim apo jo? Jo, nuk kam bërë, me thënë të drejtën, meqense të kam. Jo, po pyet, po të pyes, nuk po them. Jo, nuk kam bërë. Jo. Shumë mirë që na informove ne. Faleminderit shumë. Gjithë të mirë, ja kaloj si mba një ditë të bashkë. Telefonata më mëngjesi, faleminderit zoj. Alo. Alo, më mëngjes. Jam ai banori Korsës. Kush? Ai banori Korsës për një atë në pallati që kam dërguar edhe të... Ku më ke dërguar? E dërgova me poshtë me dy qershor. Me? Me poshtë e kam dërguar. Me poshtë? Po. Po e kam përcjellur rastin tënd. Me 409 vitesh në fund. E di, e kam përcjellur rastin tënd. E si, i marrë në një apo... Jo, të na vi përgjigja. Numrin e ke lënë të dosja, nuk ma ke dhënë mua. Jo, edhe ashtë ty më tash. E ke dhe të zarfi jashtë. E kam edhe të zarfi aty. Po, pa tjetër. E mirë. Mbaj mund. Edhe si... Unë thjesht e lexova dhe e dërgova me post në institucion. Dhe presin përgjigje atëre. Po, pa tjetër. Brenda fatit jemi. Mirë, Klodi, faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën. Në ditë mbar. Kemi tjetër? Në pak momente. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. Kam një problem të lindur dje. Po? Me pensionet. Më thuaj. Unë kam gati 2 vjetë që marrë pensionin e si me motra. Me një prokur, posaçme. Shkova dje për të marrë pensionin edhe e këshim ndaluar. Ashtu, mos do rinovuar prokura, po s'ka lidhje? Jo, unë s'ka 2 muaj që në zora certifikat, se çdo 6 muaj për sërishim certifikat. Për të vërtetuar që personi është gjallë, sepse jeton jashtë. Po jo, një herë duhet bërë këtu ajo. Nëse ka ardhur momenti për të bërë për herë të dytë, duhet jetë fizikisht. Njëra bëhet online, tjetra bëhet fizikisht. Kush? Kjo që është gjallë. Certifikata? Urdo? Po, me shkurt është bërë që ishte vetë zonja. Po, korrigjemi tani. Po, tani e bërë atjetër unë, se përfundon dhe në marsa, e? Edhe njerë. Ka bërë deklaratën që është gjallë? Po. Bukur. Pensionin e merë në bankë, zonja? Në post. Po nuk ka lidhje kjo deklarata që është gjallë me pagesën që merret në post. Po ta marrë në post nuk bëhet deklaratë që është gjallë, ajo është për ata që janë në bankë. Pra dakord, po edhe këtu e kërkojnë këtë. Jo, nuk e kërkojnë kur e merret. Kërkojnë certifikat. Pra, po mirë, nëse kërkojnë aty një herë ajo që je gjallë, një herë bëhet online nga personi, një herë bëhet prap nga personi herën e dytë, por duhet jetë fizikisht në Shqipëri. Nëse i kërkohet kjo, po çudi se nuk e kërkojnë kur e merr me post. Mua më përfundon afati në shtator. Më kupton? Ku ka gjendjen civile, zonja? Gjendjen civile këtu në Tiranë. Mos të kanë kërkuar dokument tjetër, por kjo për gjallë jo, nuk më rezulton. Asnjë gjë nuk kanë kërkuar, vetëm se dije kur shkova të merret tregja pensionin tim, të tregja edhe të asaj, më sa nuk e kanë kaluar. Po në muajin shkurt si e bëri këtë deklaratë, zonja, nëse të kujtohet? Nuk bën që deklarat, vetëm që certifikat. Certifikat që është gjallë, kupton? Certifikata mund të dalë edhe për një person që nuk është gjallë, kështu që nuk është kjo pastaj.
I nxjerri Albania nëpërmjet numrit telefonit dhe kodit e këto. Nderuar, çfarë të kanë kërkuar konkretisht, sepse kjo deklarata që është gjallë bëhet për ata që marrin pensionin në bankë. Asnjë gjë nuk kanë kërkuar. Po pse më thua tani më kanë kërkuar që është gjallë? Pse s'ta dhanë, pra? Pse s'ta dhanë? Bëhet çdo 6 muaj, më kupton? Po ajo bëhet çdo 6 muaj për pensionistët që e marrin pagesën në bankë, zotëri. Po edhe në post, kjo Po jo, pra. Po mi bëje pastaj deklaratën, çfarë kërkoni? Kam bërë më deklaratën, unë dua të di pse ma kanë ndërprer. Nuk mund të interesoni ju. Po çfarë të thanë për atje, pse ta ndërpren? Po sa sjep sqarime? Ha? Nuk ke po sa sqarime. Po ti sa më the pra që kanë kërkuar deklaratën që është gjallë? A më the? Unë të shpjegova që çdo 6 muaj merre një certifikat që personi është gjallë për të vazhduar për të marrë pension. Po dërgoje pra se 6 muaj kanë kaluar, është korrekt tani. 6 muaj unë e kam në shtator në përfundon afatit. Ata ma kanë ndërprer që tani pension. Ta kanë ndërprer për këtë arsye të kërkojnë certifikat. Nuk e di, jo për certifikatën, nuk e di. Po pse më ngatron tani o i nderuar, ke një orë që thua më kërkojnë certifikat tani. Si e ka emrin zonja? Vojsava. Vojsava kush? Hysejn. Kush? Hysejn, me një në fund. Hysejn? Po. Hysejn, një. Babaj? Skënder. Në Tiranë, the, Po. Okej. Të pyes dhe të them, dakor? Faleminderit. Faleminderit e ty për telefonatën. Mirë pash. Ditë mbar. Okej, kemi tjetër? Mirëmëngjesi. Alo? Çfarë ishte ai zë? Po pse e mbyllë? Ka mbyllur bebi. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Jam një qytetar flas nga Berati. Në Berat nuk na vijnë as faturet e dritave, as të ujit. Të problem kishja. Pa di të paktën sa paguaj tatime, sa paguaj, sa kilovat hargjoj, nuk na i bien faturat asnjëherë. Po pra. E kuptova? Në rregull. E di, edhe ne njësoj jemi. Edhe ju nuk jam bien? Po. Po si shpjegohet? Shikoj, vetëm mënyrë është që nuk po them që duhet funksionoj kështu sepse fatura duhet vinë në banesë. Por para se të paguhet energjia elektrike, ja kërkon personit atje dhe ta japi. Se vem atje pyesim kur paguajmë, sa kilovat ka marrëzuar, se nuk e di. Ose për çfarë sa tatime paguaj, për çfarë sa për ligjelbërimi, sa për arsimi, sa për këtë, nuk e dim. Vetëm merr atë përgjithshëm, ke kaq për të paguar dhe mbaroi puna. Po është kudo në gjithë Shqipërinë kjo nderuar. Ashtu, po unë kam, për shembull, se unë rri në lagje 10 Kriku, për shembull në lagjen Çelefike, që kam shokët e mi atje, thonë vinë faturat. Thash, duhet nëse ju duhet ta kërkoni atje te sporteli. Kur të atje thonë nuk tim gjë. E di, po thash para teje që nuk duhet funksionoj kështu, por Mirë, Klodit. Faleminderit juve. Miru pafshim. Mirë dëgjofshim, shkojmë telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Alo. Alo, mirëmëngjesi. Po. Unë du më pyet për këtë shtesat e invalidëve. A kena një invalid të lindur në shpresë shpërblim? Nga kush s'të dëgjoj mirë? Që? Po tani? Njësoj. Alo. Po tani më mirë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Në invalid të lindur, a kena shpërblim këtë 50.000 lekë? Nëse paguash nga sigurime shoqërore, po. Jo, unë pagu nga bashkia. Nga bashkia jo e dashur, për fat keq. Hajtë. Në pafshë. Në dëgjofshin, faleminderit shumë për telefonatën. Okej. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Sa po e dhash përgjigjen, po.
Klodi flas. Klodi jam. Klodi mëngjes. Më falë, nështë jam jashtë ati formatit tuaj, po duhet të them prapë për atë që thash dje. Lidhi me protestën. Prapë, çka ka ndryshuar? A mundem? Po. Okej, faleminderit. Atëherë, për mua si qytetari i këtij vendi, ky vend ka mbaruar. Ka mbaruar totalisht. Pse do të thuash ti? Është problemi shumë i madh, në një kohë që ne ka 40 ditë që qytetarët janë në protestë, ky tani bën një event dhe jep 4 milion euro i zotnia janë që kemi vetëm kryet qoshës. Kupton? Tani si do i bëhet? Ne duhet shkojmë ta mbështesim te. Në një kohë që vëllezërit tonë, motrat tona, birë tona, shkojnë atë në protestë në ka 40 ditë, dhe ne të shkojnë bëjmë shef atje tani, Atëherë, kam një mesazh për popullin shqiptar. Në rast se ato do shkojnë, kushdo që shkon. Po ç'lidhje ka tani, po pse duhet, po pse duhet ta bësh? Jo, ikim. Po s'ka lidhje fare, po jo për tani, të lutem. Domethënë, e para njëherë ti e them fillim për çështjen e formatit, dhe okay dole. Po këto thirrje bëjni në vende të caktuara, ju lutem. Sepse ka një nosens të madh. Domethënë, duke qenë se njerëzit janë të ndryshëm dhe kanë mendime të ndryshme, këtu pastaj do kthehet me gjithë respektin në tallava kjo gjëja. Emisioni pra. Se po u hap kjo loja e diskutimeve për çështje politike, që unë nuk dua sepse mendoj më shumë për njerëzit që kanë halle, do dal dikush tjetër pastaj të thotë po pse ai kështu dhe tjetri me radhë dhe po u hap loja nuk e ndërpresim dot më. Kështu që qëndrojmë te ky formati jon që u mendoj edhe një herë për të 500 herë, që është më i vlefshëm se sa jo se s'ka rëndësi ato që thua. Patjetër, madje po të duash jam edhe me ty. Në atë pjesë, por në vendin e caktuar. Alo, përshëndetje. Janë larguar të dy. Na bën zile. Alo. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po si? Urdo, po? Kam një qedë në pensionet. Po? Më thuaj, ule zërin televizorit, të lutem. Në 70 kam në 70. Nuk të dëgjoj fare. Në vitin 70 kam hekur ushtar në 18 të 73-shit. Dhe jam kthyer në Ke probleme me telefonin ose me valët, të gjohet me shumë ndërprerje, zotri? Jo. Po më po dëgjoj, da. Po se dëgjoj jo, si t'ja bëjmë? Se me kanë në ato të punë, vitet e punës, më kanë hedhur në... Në 372, 120, edhe 60. Unë kam punë në kooperativë, edhe më kanë humbur ditët e punës. Cilat vitet kanë humbur? Ku ke punuar që të kanë humbur? E kam punuar në kooperativë. Po e ke telefonin me probleme, zotri, apo jo? Apo vetëm unë e gjëjt? Gjëjt keq edhe aty apo jo? Po që në kam 24, sa në 24 deri në 76. Nuk të dëgjoj fare, do më thëmë, të dëgjoj, po nuk e kuptoj bisedën sepse vjen me ndërprerje, zotri. Nuk e di pse, është vetëm te ne ky problem me telefonit tuaj, apo ta kanë thënë edhe të tjerët, apo s'bën telefonata gjatë ditës. Të kjo tim kam në personal. Jo, mos bërtit se s'është e bërtitur ajo. Jo, nuk e bërtit. Unë thash dëgjoj, po thjesht ndërpritet dhe nuk e di pse. Edhe njerë, ty nuk të njeh ato të kooperativës, apo çfarë më përmende tjetër? Kooperativës që janë punuar, nuk e punoj në atje dhe me pak ditë. Çfarë moshe ke, zotri? Çfarë moshe ke? Unë jam 74 vjeç, mbush tani 19 korrik. Nëse ato nuk janë llogaritur në moshën e caktuar ku ke dalë në pension, vetëm me gjykat mund t'i zgjidhësh tani. Me gjykat? Po. Me gjykat, ato gjykata... E di, dhe nuk do ta sugjeroja, por po të them. Mirupafshim. Faleminderit shumë për telefonatën. Shkojmë tjetër me gjasë e fundit, mirëmëngjes. U largua. Okej. Vetëm pak momente për një tjetër telefonat ndoshta të fundit. Mirëmëngjes. Alo.
Alo. Mirëmëngjes. Uleni zërin televizorit dhe flisni. Alo. 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 Alo, urdo. 2 ore kemi emisionin, urdhoni. Jo, më Rakip Bogdani. Si? Nuk të dëgjoj. Jo, më Rakip Bogdani, që të ka marrë në telefon edhe atë që më zëri ma shkruaj. Ule zërin e televizorit, të lutem. Nuk është e fshirë ajo. Kush është në errësirë? A është fshirë? Po, ule zërin e televizorit, se nuk të dëgjoj dot kështu. Se më çuan një mesazh. Ule zërin e televizorit, të lutem. Kam fshirë. Kush e ka fshirë? Nuk kam televizor, e fshika. Në televizor keti po? Se di. Ule zërin e televizorit, o zotri. Ashtu kam, po... E di që ke televizor, se. Nuk është se ke vetëm ti. Alo. Urdhëro. Si të bëhet o kur? Unë nuk dëgjova asgjë se çfarë the, se dëgjoja 2 zëra aty. Çfarë problemi ka? Po i merri të më kthesh përgjigje ti ajo, s'ku di unë i shkreti. Po do të kthej unë përgjigje, pa merak. Falenderoj shumë, kemi kohë dhe bëjmë tjetër shpejt e shpejt. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhëro. Po zotën jam nga Shkoda. Po? Jemi paralizum, gjesa me ditë që nuk në vinë të mikë me në vizitë më dha. Kush nuk do vinë të vizitoj? Mjekët? Po, me orë në shpije, nuk në vinë kërkush. E ke largë ambulancën, spitalin? Po ma kam lazën, kam ambulancën, po nuk vinë kërkush. Çfarë ju thonë, kur kërkoni ndihmë? Po kërkoj ndihmë se më koka, më ka që mi të brale. Me kë jetoni? Kam grunë e djelin e kam smunë në spital për momentin. Po duhet me dikush me në vizitu me ambulancën vjen vetëm sa në gjithë që të sët bënë edhe iken. Po, a vjen të paktën ambulanca? Po ka një ditë. Po shumë mirë, s'do rri aty. Më rëndësishme është që vjen dhe të jep shërbimi. Po mi më kam nevojë për asistent. Për çfarë? Për asistent, asistent mjekësore. Po nuk të rri mjeku 24 orë në shtëpi, jo, i nderuar. Nëse... Po di më, për i shkuj nuk shkun ku gja. Po pra, po ju thatë që vjen ambulanca. Kam i lasë nuk kam i lasë iq. As një lasë, ta 2 vetë jem paralizum. Po pse s'ke ilaç? Po nuk kam, nuk më kanë më. Do të shkoni bëni vizitë e mjeku, i nderuar, t'ju japrit recetën edhe të... Vetëm vitamine ata të pijim. Po e di mjeku atë, më kupton, kështu që s'futemi dot ajo pjesë. Kurse ambulanca shumë mirë që vjen edhe të jep shërbimi. Faleminderit se jemi shumë vonë me kohën. Faleminderit shumë, i nderuar, ju dhe gjithë të tjerëve që bët pjesë e programit. I takojmë nesër në ora juaj.